po du me bo një protest, ashtu si shparashihet kushtetut, pa e pengu asken. Besoj që nuk më pengojnë. Nëse eventualisht më pengojnë, unë e tras policin. Me ma mundësu protest në qetë. Qëllimi im është me mbyll këtë derë, me një fjongë për fillim, deri sa deputet mirën vesh. Pa asni prapavi politike e bëj këtë, veç është qëllimi mu marrë vesh deputet edhe me ecë për para se po dojnë këtë formë me shkatru shtetin. Tash, eventualisht, nëse vjen do një deputet, e nuk e shfryzon herën hyrjen tjetër, se e kom marrë informacionis që kryesisht këtë hyrje po hinë, nëse shfryzojnë, le ta kenë nerën e vetë, unë këtë derë do të tentoj me mbyll me fjongë, si shej protestës. Ashtë ke bojnë Bajram, ashtë kuqoj? Bajram e nesër. Jo, për Bajram ishtë marrë vesh njëri, jo, keni pas për nesër e keni shty për sot. Keni marrë vesh. Shumë mirë e marrë. Për Bajram për kraj. Hajde, ka nerës nga për kraj. Sani, shumë mirë. Po, mirë. E këtë ma vëllin që jemi mirë, atër të mos dhe një pra. Unë s'dalë. Ta ja fjallë. Dalë anej. Ka problem. Të ka problem. Здравствуйте, Сокет Кундерефект, Policja e deputatë dhe brenda kuvendit. Çfarë Kundërefekt? Marrë vesh, po mund të ketë Kundërefekt që të mos mirën vesh. Po mundën mos të marrë vesh, na pastaj e ndrojmë strategjinë e kërkesave tona të ligjshme. Që erdhe dhe policia, hajde ne e këmë menë me unë tjetë me një fjonë dhe mos një me dalë deri sa mirë me vesh. E që më shme në shme? Ani. Ja, mu. Sa është pra jo? Nuk është jo si qytarë, tash puna jem është me një përgjësi për temi Gjyshka tjetër, po, bashkë puna jem, me fjongë, si simbolik, bashkë puna jem është. Bashkë është puna jem. Ne jemi gatshëm për marrëveshje. Okej, nderuar. Sa shkodojmë na, ma tepër shkodojmë qysh do që të merrem vesh. Faleminderit shumë. Unë ju shira. Që se me rështirë? Vazhdo. Kjo ka për polici, ja? Avokati, ja. Edhe unë e kom thirë. Po, për ty po vinë ma shpeci për mua? Ja, erdhën para. Dhe më do, s'ka kënë barabarna. S'ka kënë barabarna. I nderuar, po, që vëjti polici. Jam rështiri Bashkim Hasan. Jam përgjegjës. Jam në bashkëm që në 20 vjetë. Shumë mirë, po e bëj për shkak kamera. Lutna, derën e hyrjes mos e mbyll. Është derë cilën e kontrollon protokollin. Dëgjoj. Ja, ndëgjoj. Apo që e kom mbyllë? Në asnjë mënyrë jo. Tani po ta shpjegoj. Do më hu drejtën me jo, në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Ndëgjoj, veç të përfundoj apo. Që kjo derë është për protokoll janë musafir të këtu. Është personi adekuat që të përcjell. Dera tjetër është për deputet. Duhet me dolë të dera tjetër mbrana objektit. Po ne po hin deputet. Dëgjoj, mbrana objektit suninalin e kanë shtyt vetëm. Në mirë po, mbrana objektit nuk bën rrit. Kjo është e qartë. Seancat janë publike, unë po du me marrë pjesë si qytetari i Republikës së Kosovës. Duhet me bë kërkesë te sekretariati i kuvendit edhe s'ka problem. Për ndryshe, si qytetar, si avokat, është e pamundshme. Nuk si avokat, vetë si qytetar, veç po du me marrë vesh ta politikisht, qysh do që të merrem vesh. Si çka dush, është e pamundshme me marrë pjesë i paftum, sidomos në seancat që janë në procesi si. Ani besoj që këtu jashtë nuk më pengon. Në asnjë mënyrë. Edhe s'pengoj asnjëherë. Veç punën tonë jo. Falënderit shumë. Po i kisha lutur më ashtu, nëse ka një gjë diçka, nëse jo, jeni ti. Pati. Po se unë kom thënë. Edhe kjo që ka hymja VIP, ajo që ka hymja deputetëve. Është saktë. E pse po hin deputetët nej apo luajn loj atë çka? Mirë, po në rregull. Avokat. Dëgjom, nuk është jo VIP, e dedikuar për njerëz në zafir civil. Po të them shumë sinqert. Ço bëj? Jeni përgjegjës vetë. Për me problem nuk kemi. Ama veç ky është drejtat e mia. As për njëve jo. Veç ky është drejtat e mia, që të garantuar me kushtetues. Po duam me një fjong me mbyll deputet. Mos me dalë deri sa të merren vesh politikisht çfarë do lloj marrëveshje që ta bëjnë është hera 27 që po takohen, paraprakisht pe din që nuk kanë më marrë vesh, sot se nuk janë marrë vesh që 26 herë. Dje kur ishte në pyetje pushimi për Bajram, u morëm vesh me një herë. Se seanca e sodit ka pas me maj nesër, u morëm vesh, do thot për krejt po merren vesh për interesin e vet, për interesin e qytetarëve nuk po merren vesh. Veç po du simbolikisht me mbyll me një fjong të huqe edhe me vazhdu ma tutje
pastaj me i gjetë format adekuate nëse nuk arrim sot, me i bind mu marrë vesh, me i gjetë format adekuate me vazhdu këtë lloj proteste, se me dëvërtet u shkatru shteti, u shkatru ekonomia, e kanë fut popullatën në depresion kolektiv. Jeni vetë në këtë protest apo prisni që më pas ju bashkohen Unë kom bë ftesë publike, kom shkruajtur një status në Facebook dje edhe një sot, edhe besoj që si qytetari i lirë i këtij vendi kom drejt edhe veç vetë me bo. Nëse do ndikush me u bashkangjit, nuk ka problem. Nëse s'bashkangjitet, prapë është më mirë kështu këtë formë me protestu se hiç mos me ngrit zanin. Për ndryshe është interesant që një deputet i PDK-s më tha që nuk ki drejt, nuk është punë e jotja kjo. Bashkë puna qytetarit është me lyp përgjegjësi prej deputetëve dhe tregoj që potencialisht edhe po kryjnë vepra. Deputet. Kod institucionale. Deputet, unë jam Mariani Koçi. Ma shumë, ne më vishë izlas ka vani, dok se në dogovorite.